Unë dua të dalë këtu, kolonel. Mos vallë ky kishte nevojë patjetër që t'i shiste Se zbon. fabulën që ky është i amerikanëve. Këtë po E them. zbon, jo, që ai që s'është e amerikanëve nuk diskutohet, shikot veprimet edhe qasin ambasadës amerikane, por atë e di gjithë shqiptarët përveç patronazhistëve dhe Peleshit. Dhe Peleshit që drejton parlamentin, që është shqetësuar këto kohë të fundit. Është shqetësuar ai, është shqetësuar, po bën telefonata në Amerikë. Është shqetësuar. Peleshi. Peleshi 5 herë ministër me IQ-n e një student, vetëm shqiptar, vetëm në shkollimi ka ky kolonel, ka marrë në shkollë. Vetëm në Shqipëri, Kreshnik, në qeverisjen e Edi Ramës, ministra si puna Peleshit me IQ-n e 8 vjeçares, domethënë për gjithë pozicionet e shtetit, bashkë me ato debilët që ka fut në parlament, ato gafaxheshat, ato që bëjnë protagonizëm, ato që vinë nga votat e krimit organizuar, bashkë me debilo ministrat që ka treqereku në tyne në qeveri, vetëm në Shqipëri mund të arrish të bosh ministër në disa nivele ministër e me një shkollim do me dhënë qesharak, mesatar. Edhe ato masi kur ka hyrë demokracia, do me thënë. Ky Peleshi që shqetësohet kaq shumë, kolonel, e bën nga dashuria e madhe për Ramën, apo është thjesht në format e përshtira të servilizmit të homo sapiensit? Shkalla niveli më i larë i perversitetit dhe i servilizmit që fsheh gjenetika e homo sapiensit. Mënyra se si operon Rama është... Të shqetësohet ky kaq shumë? Është mënyra se si funksionon Rama është të gjithë byllëpirësit dhe servilat në ekstrem, në nivelet më të ulta, të gjithë marrin shpërblimin. Dhe sigurisht në këtë kënd vështrim edhe ai po bën shërbimin. Pelesh po të paralajmërojnë nëpërmjet këtij televizioni. Kujdes. Sepse e dim shumë mirë se për kë kujt i shërben, se vetëm interesit shqiptar nuk i shërben. Cop politikisht kuptohet. Cop politikisht, në qoftë se guxon dhe përmend emrin tim që unë financohem nga Sali Berisha apo njerëz tjerë, se në jetën tonë nuk kemi marrë 100 dark nga askush. Nuk do të ishte gabim, absolutisht, në rast se opozita edhe të na financonte, se ju s'keni lënë njeri i pa financuar. Keni ngrit gjithë televizionet e Athinës edhe të Beogradit, edhe po i mani me paratë e vjedhura të shqiptarëve, keni vjedh gjithë votat e shqiptarëve dhe po i vjedhni nëpërmjet votave që keni marrë nga votat e vjedhura të shqiptarëve, dhe kujdes me emrin tim, sepse unë këtu nuk të toleroj. Të bëj politikisht copa çdo ditë, i tregoj gjithë shqiptarëve pastaj se kush je, se kujt i shërben, si ke ardhur në politik dhe kujt i shërben çdo ditë. Ti edhe ca partner të tjerë që ke atje në qeveri. Kujdes. Ndaj, zoti Peleshi, mos vish taka, sepse me taka nuk bëhesh dot më i gjatë nga që je, as më i madh se sa je. As më i zgjuar. Edhe po veshe taka, edhe po veshe fustan, edhe po kontrollove gjithë Korçën, edhe po vodhe 15 milion euro me Korçën urbane, edhe këto i bën me fukarejt e Korçës, këto pordhalitetet, Niko, pordhalitetet i bën me ata të Korçës, me fukarejt e Korçës, të cilët rinë atje dhe thojnë shoferat e taksive të shkret, na nëm 2000 leka edhe t'i bin xhiro gjithë Korçës vërdall, se janë pa buk. Korça është pa buk. Korça, qyteti më i bukur i Shqipënisë, qyteti serenatave, e keni shndërru në Varrez në orën 5 masdite, s'ka këmbë robi. I mban ti me bandën tënde, Niko, mos vish taka se nuk bësh as më i madh, as më i gjatë, dhe mos u merr me Kreshnik Osmanin dhe me kolonel Dritan Demiraj, as ti, as Piro Vëngu, as Elisa Spiropali, dhe as gjithë klani juaj të cilë. As Belinda Balloku. E keni nga Greqia ju.
E dim shumë mirë nëse kush jeni ju dhe dim mirë nuk bësh burri gjatë me taka. Edhe me tanga. No, edhe me tanga. As me taka, as me tanga, as me fustan. Korça nuk jemi ne Korça. Korça është perla Shqipërisë, e keni kthyer në Varrez. Pastaj i shitët shqiptarëve që e bët bukur Korçën se hodhet 50 milion euro. Ju i keni grabit gjysmat e lekëve dhe i bët sa trotuare atje i quajtët pedonale. Edhe i mbani fukaret atje që po e vdisni Korçën nga kjo band kriminale e rilindjes. Kujdes, Piro. Edhe ti, Pelesh. Vazhdojmë, kolonel, nuk kemi gjë me Piron të dashur miq, as me Peleshin, por ne thjesht po u rikujtojmë atyre. Jo e paralemrova Peleshin, mos guxoj të përmend emrin tim, kaq. Po jo, pikërisht pra, po i shpjegoj dhe unë, i dashur kolonel, ndjekësve tanë të shumë, që të mos bëjnë gabimin të hynë në ring me pesha më shumë herë më të rënda se ata. Sepse është gabim fatal në sportin e boksit. U morëm me dirigentin që të kuptoni se cili është niveli i hipokrizis, i mashtrimit dhe i komplotit që bëhet nga Rama, i cili shkon në Washington, flet për Hashim Thaqin, takohet mas Hashim Thaqit me Draganat, i bën Hashim Thaqin që të shkoj të firmosi specialen, pastaj i thot do të shkoj unë, prokurorët e Hagës thot dhe gjykatës speciale janë debil ndërkombëtar. Ky është hipokriti më i madh që po rrezikon fatet e kombit dhe ai është projektuesi i laboratorit nazist dhe ky plaku i Saukut nuk është gjë tjetër përveç se një instrument në hallkën që ka ndërtuar laboratori i Surrelit për të shpartalluar këtë komb një herë për gjithmonë, sepse ai u tregon shërbimeve sekrete anti-shqiptare rajonale sa i lartë është numri i budallëve në këtë vend. Ai është aty për t'i treguar njerëzve eksperimentin më të rrezikshëm. Ai i tregon shërbimeve anti-shqiptare sa është numri preciz i debilëve në këtë vend. Gjë që nuk mund ta bëj përveç se një karikaturë. Ndaj është shumë i rrezikshëm ky moment për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Kujdesni. Nuk ka që t'i bëj kush as kolonelit as mua, ne jemi më shtet ka i lartë edhe mbaro pik kjo histori, nuk na lunqer pikun diku. I japim nota humori për të kuptuar tragikomedin, kjo është tragikomedi kjo që po ndodh me shqiptarët. Ndaj u morëm me këtë pjesë. Përpara si t'i vëm ka pak kolonel dhe është shumë për të folur. Europa do t'i ngjitet bordit të Trumpit në të ardhmen, apo do të vazhdoj të kemi një ndarje strategjike në këtë drejtim. Franca, Gjermani, Angli, Itali nuk u bën pjesë e bordit të paqes. Edhe në kohën e Irakut nuk e mbështetën luftën ndaj Sadamit. Do të ndryshojnë veç Tony Blairit. Do të ndryshojnë mendje në të ardhmen apo është strategji e momentit? Unë besoj që është strategji e momentit, sepse edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe Bashkimi Evropian kanë nevojë për njëri tjetrin. Një Amerikë e fortë për të vazhduar, për të drejtuar botën, do të duhet kishte aleate strategjike, një bashkim evropian të fortë. Nga ana tjetër, Bashkimi Evropian do të fillojë të ristrukturohet. Shumë shpejt do të kemi zgjedhje në një pjesë të madhe të vendeve të Bashkimit Evropian. Dhe mendoj, me modesti, mendoj që një pjesë e madhe e qeverive të majta do të largohet. Tashmë kemi hyrë në një fazë të një lufte midis të djathës dhe liberalëve të majt dhe do duhet që Europa me shumë zgjuarsi të fillonte të mendonte realisht për infrastrukturën e saj ekonomike, teknologjike dhe ushtarake në mënyrë që edhe ajo vetë të fillonte të projektonte më shumë forcë. Nga një anë dhe nga ana tjetër të përbënte, të fillonte që edhe vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ta kuptojnë që një Europë e unifikuar, më e fortë, më e gatshme për të përballë me rreziqet me kërcënimet, do të ishte një partner edhe më i nevojshëm. Me sa duket për momentin Trumpi e kupton që Europa është e sakatuar, gjë të cilën ne kemi thënë, dhe po e trajton në këtë formë. Besoj që me ndryshimin e zgjedhjeve në Gjermani
në Francë shumë shpejt, në Gjermani shumë shpejt, por edhe në Britaninë e Madhe, sepse Shtari Meri është drejt largimit, së bashku me Melonin do të krijohet një masë e cila do të krijojë një partneritet më të besueshëm me Trumpin. Kolonel, Kosova rrezikon një presion të Donald Trumpit për një formur take it or leave it, mere ose lëre. Në këtë moment, a ke një këshill për Kurtin dhe Osmanin që me sa shikoj po hyn në një betejë të cilën unë e shoh të panevojshme për presidentin e ardhshëm të Kosovës, një prognozë të shpejt lidhur me këtë pozicion, kolonel? Kam një këshill shumë modeste për presidenten e Kosovës. Ardhja e kryeministit Rama, takimi me ju, nuk është asgjë tjetër përveç se një përdorim që po të bën ty për të bashkuar në një aksion të përbashkët kundra Albin Kurtit. Mos e beso Edi Ramën, mos ju bashko Edi Ramës, ke 5 vite që e drejton Kosovën me një dinjitet jashtëzakonshëm, madje mund të them që ke qenë presidentja më e suksesshme nga të gjithë presidentët e Shqipërisë, edhe të Kosovës që ka pas Kosova këto 18 vite, po dhe Shqipëria që nga koha e demokracisë. Prandaj, e vetmja mënyrë për të zgjidhur hallet dhe problemet është uleni të bashkëpunoni me kryeministin Kurti, sepse fillimi i një konflikti, i lufte midis ju të dyve, apo bashkimi me Edi Ramën, do të shkaktoj një dëm të jashtëzakonshëm për Kosovën. Dhe mendoj, ndoshta unë kam të njëjtën këshill ja jap edhe këshilltarit shqiptar të zonjës Osmani. Kreshnik Çollaku ka filluar ta këshilloj Vjosa Osmanin për politikën e jashtme. Zoti Çollaku, mos e çoni Vjosën në ujëra të cilat mund ta dëmtojnë Kosovën për ndonjë arsye. Nuk them që ju e keni bërë këtë, por me që shfaqeni aktiv dhe keni ardhur nga disa qarqe të politikës këtu në Tiranë që ju i dini dhe ne dim, keni kaluar aktivisti fort pranë zonjës Osmani, preferoj dhe uroj që ta shmangni tërheqjen e Vjosës në këto ujëra. Më jep të lutem prognozën e 4 minutave të fundit të emisionit. Do të kemi një përplasje apo jo? Ka zbarku e gjithë Amerika atje, Pentagoni ka dhënë dritën jeshile, i ka thënë Trumpit, ne jemi gati. We are ready. Do të shkoj Trump, do të shkel këmbëzën, apo jemi në kushtet e presionit psikologjik, luftës nerva ekstreme që shkon deri tek linja e kuq? Absolutisht jemi në fazat e fundit të luftës psikologjike, por sigurisht në momentin kur përfundon efekti i luftës psikologjike dhe nuk jep efektin e dur, dërgimi gjithë kësaj sasie të jashtëzakonshme nga njëra anë është pjesë e luftës psikologjike për ta detyruar Iranin për të pranuar kushtet e presidentit Trump, por nga ana tjetër është edhe fundi i fillimit të një faze tjetër që është fillimi i operacioneve luftarake. Ajo që më shqetëson më tepër nga të gjitha është kostoja e këtij konfliktit, dalja jashtë kontrollit. Për shkak se duke qenë një njoftës për te i modestis në detajet më të vogla i fuqisë ushtarake, i strategjisë dhe doktrinës të Iranit, kam frikë Kreshnik, sepse Irani po përdoret si proksi nga Kina dhe Federata Ruse kundër Shtetet Bashkuara të Amerikës. Interesante kjo tezë. Ma elaboro pak të lutem. Më duhet kohë ta elaboroj dhe do ta bëjmë këtë në radhë tjetër të martën. Në rast se nuk kemi konflikt. Por për ta përmbyll, sepse nuk është e mundur që unë ta elaboroj këtë më duhen 5-10 minuta minimalisht. U kry. Për arsye se, Kreshnik, po të filloj të përmend paktën 20 sisteme luftimi që janë dislokuar ditët e fundit. Dhe ajo që më shqetëson më shumë është dislokimi nga Kina i raketës hipersonike Dongfeng 17,
me reze 1500-2200 km, raket hipersonike, e cila është pjesë kryesore e asaj që njihet si kill chain, që Kina ka prodhuar gjatë 10 viteve të fundit për të penguar ose për të shkatruar aeroplanmajtëset amerikane në një konflikt mundshëm. Dhe pikërisht dislokimi i Dongfeng 17-s, që Kina po mos ta kishte këtë objektiv me gjithë Rusin, për dislokimin e këtyre raketave antianije moderne, edhe sistemeve të luftës elektronike, edhe të një pjesë të armëve elektromagnetike, të cilat kanë një efekt jashtëzakonshëm për nxjerrjen jashtë luftimit të radarëve, të sistemit komandim, kontroll, kompjuter, komunikim, inteligencë, surveillance, reconnaissance, edhe gjithë sistemeve të komandim kontrollit, pra në 5 domenat kryesore, do të thoja që Amerika ka shumë të lehtë për ta shkatruar Iranin, por dislokimi dhe përfshirja për t'i shkaktuar sa më shumë hemorogjitjet e mundshme e Shtetet Bashkuara të Amerikës i ka bërë të mendohen pak më gjatë planizuesit strategjik në Pentagon.